Dhe gjithë koncepti është që ajo që bëjmë ne çdo ditë është që ta bëjmë të mundur këtë gjë. Sa më shpejt. Po. Qeveria teknike do të ketë një afat shkurtër, 6 muaj mund të ketë. Edhe sa kohë sheh Ramën kryeministër? Me këtë si po ecën gjithë procesi kjo gjë, protesta të gjitha. Mënyra si ecën protesta nuk është përcaktuese. Po. Mënyra si ecën protesta përcakton fatin tonë në protestë dhe fatin e Shqipërisë brenda nesh. Por kjo ka një rol të jashtëzakonshëm dhe përcaktues se si ndërkombëtarët do heqin kokën atij njeriu. Pra, protesta jonë varet shumë nga ne. Por vendimet për Ramën do varen shumë nga të tretë. Por vendimet nga të tretë do të varen 100% nga protesta jonë. Pra sjellja jonë protestë përcakton dhe fatin e pretendimit e Ramës. Pse? Rama është gati ta çojë vendin në luftë civile për të mos e çuar karrikë. Gjitha tentativat, po. Po. Dhe kjo është arsye pse ka hap akademinë e forcave speciale me Izraelin. Problemi është atë nuk e lënë më kush të bëjë këto gjëra që kanë plan me bë. Sepse kanë ndryshuar rregullat e lojës ndërkombëtarisht. Dhe ai kujton se Trumpi është sionisti më i madh i botës, ai kujton se Amerika është e gjithë në duart e Izraelit, ai mendon se Trumpi do bëjë atë që do Izraeli, sepse e shef që Trumpi bën bombardime luftra në emër të Izraelit, apo jo. Ai thjesht ka kuptuar gjë. Amerika është marrë peng. Dhe në momentin që është marrë peng, nuk janë veprime të vullnetshme kur bëhen ca veprime. Në rastin konkret që e remendi Ramën është që thotë nëpërmjet Izraelit Trumpi s'ka ç'a bëj mua. Ka ngatruar. Hendekun për katës ku do bjerë. Përshëndetje, kam një pyetje për çfarë kisha i pyetje tjetër. Ha, çmik. As ma dhe atë kur e shef, kur e parashikon këtë fundin e Ramës. Po. Këtë varet shumë nga protestë. Jo, varet nga shumë faktor. Ku e dim ne? Nga ta dim ne që çdo plasi dosi shumë e rëndë, një video shumë e rëndë, të cilat prodhojnë skandale ndërkombëtare dhe e bëjnë toksik Ramën. Çfarë video kështu e Epstein nga këto? Pse jo? Ka Rama shumë plot. Pse jo? E dyta, nuk e dim kush do jenë armiqtë aktivizuar të Ramës. Nuk e dim nëse mafia do ta vrasë apo jo. Nuk e dim që bandat kriminale. S'na ke fol fare për të mafien për këto banda në prishje pazarësh. Mund ta heqin qafë. Janë tension me Ramën, dinë informacion, kene diçka si e shef domethënë. Jashtëzakonshëm. E ke pa ato vlen ballën me këmish më ngjata dhe me çaket në pikë. Shumë shqetësuar, më shqetësuar se Rama. Po sepse ai e ka në Elbasan qendrën e problemit të eliminimit të fizik. Prandaj është shumë balla? Janë prish pazare të gjitha, është bërë lëmshë i madhe burrë. Janë prish pazare gjitha ne me mafien, jo se i kanë fut mafjes. Po sepse janë prish pazaret për shkak konteksteve. Këta kishin planifikuar që në datën kaq që do marrësh këtë pasuri kombëtare ta kthesh në resortin tën turistik që është vila apo pallate. Dhe këta kanë prish pazaret që kanë filluar ndryshoj loja, kupton? Ka filluar me ja kap gjithë doset, me ja pa me lexu. Në këtë moment ku është më shumë eliminimin e tij nga jashtë apo nga brenda? Nuk besoj se ekziston një diferencë e tillë, nuk besoj fare. Nuk ka asgjë nga jashtë apo nga brenda, është nga jashtë brenda dhe brenda jashtë njëkohësisht. Pra është një proces që ndodh njëkohësisht. Nuk bëhen dot pa konsensus ato gjëra. Ti si mendon, është më mirë brenda apo nga jashtë? Unë nuk mendoj se jam këtu për të thënë si është më mirë, unë jam për të thënë si do jetë. Jo, kush do na kënaqte më shumë ne? Ta merrte nga brenda apo nga jashtë? Unë nuk merr me listë dëshirave dhe unë dua që të mos ketë urina fëmijët e Afrikës. Po është listë dëshirash. Bëjmë si Miss Albania. Përshëndetje, kam një pyetje kam për avokatin, çfarë mendimi ka për Albania's third position? E di që nuk ka lidhje me temën. Përgjigje shumë e thjeshtë. Një grup nazist pro-Ukrainës që shkon të marrë pjesë me mercenar në Ukrainë për të luftuar kundër rusëve dhe pro-Ukrainasve, për mua përgjigjja shumë e thjeshtë, unë s'merrem me këto lloj grupesh naziste pro-Ukrainës. Një pyetje që parafrohet tyre pyetje që bër pak më lart, avokata mendon se duhet ja dalim vetëm këtë herë deri në rrëzimin e këtij pushteti? Kjo është vetëm rrugë që kemi, ne nuk kemi alternativë tjetër, ose do mbytemi ne ose do mbytet ai. Këtu nuk diskutohet që ai mos mbytet dhe ne të rrim, ne s'kemi shanse të shpëtojmë. Ne kemi vetëm një rrugë, të mundim atë dhe s'kemi asnjë rrugë tjetër përveç se ta mundim atë. Dhe ne bëjmë që ai do mundet, sepse unë shoh dorën e Zotit në këtë histori, mënyra se si vepron çdo ditë, çdo orë në favorin tonë. Isha para se të vija këtu me zero condition dhe ishte me vajzën e tij të vogël disa muajsh. Edhe po shifte, po qeshte, po pusqeshte.
O Sirkoni tha shumë, e kësi shumë herë, ka qajt asnjëherë tha. E dim të qeshim, tha, kur vjen këtu që sot. Kush e bë këtë gjë? Vetëm ai lart, është energji. Si që ta të rëmuj, fëmija do tremet, apo? Këndot me gjithë fëmijët. E kemi shpjeguar. Ja. Është një nga podcastet më të mira për Kemi dorën e Zotit me vete. miqtë e vërtet nuk mbështesin tradhtarët e kombit. Jo më miq me 100 fytyra, duam reciprocitet kushdo të jetët. Pra të duhet një klasë politike me ato katrora, apo? Më zgjidhni, dorë keni, kur vjen çasti. Unë di që kisha katrore, po nuk më dhan vota. Mi dhan rumullake vota, 2000 gjithsej. E bërë këtë mi po. I bie që dalim përsëritje edhe pse i bëni forma ndryshme pyetje, por gjithsesi un po lexoj ju sa që po vret fëmijët në Palestinë do t'ju vi keq për ju thot? Si tha? Amerika që vret fëmijët në Palestinë do të vi keq për ju? Nuk e kuptoj pyetjen kush. Pra Amerika që po vret fëmijët në Palestinë, mendoni se do t'i vi keq për Po ju pra, ja për ne? sikur s'kemi fol fare, ne thamë që nuk Po kam prandaj pra misira, thash ka vetëm interes. është në forma ndryshme pyetja, por përgjigjja është dhënë. Përveçse thot ai zotëria, unë kujtoj vetëm një gjë. Çfarë do të mendosh, do ta mendosh do të bësh pyetje vetes. A kish një plan spastrimi etnik Izraeli në Gaza? Po ose jo? Po. Masi të dish përgjigjen e kësaj gjë, po ose jo, do kuptosh kush e ndaloi dhe pse ndaloi. Vazhdo këtë tema tjetër. Çfarë mendimi ka avokati për ndarjen administrative që duan të bëjnë këta? Është një projekt çufash, një projekt i ndyrë anti-shqiptar, që hesht opozita për faktin se bashkimi i Konispolit dhe Devinës me Sarandën i marrën, synon zhdukjen, me gjë me vëmendje, zhdukjen e dy zonave tradicionalisht patriotike historike, nga ana tjetër ndërton një sistem administrativ të vazhduar, siç është pjesa e Donbasit në Ukrainë, që është një ripitor, ke parasysh që kap dhe detin, ke parasysh deri në Krime, për të arritur, për të artikuluar nesër pas nesër, që gjithë Bregdeti shqiptar është në bashki që ka minoritet. E kuptove? E kuptove lojën? Sa ndyrë është? Këtë e miratojnë gjitha plerat tanë. Këtë kam denoncuar para një viti. Kam thënë që plani i reformës administrative territoriale të Edi Ramës dhe të Sali Berishës dhe të gjithë tyre shabat gojëve të Greqisë dhe Izraelit e tjerë, është që të zhduken teritoret patriotike, duke u asimiluar në territore më të mëdha, ku ka përbërje dhe minoritet, për të konsideruar që në Bregdetin shqiptar, dhe nga kufiri me Greqinë deri në fund, kemi të bëjmë me territor ku ka minoritet. A ka minoritet në Direvin? Trapin. A kishte minoritet në Konispol? Trapin. Apo tash do ketë. Sepse nga që ishte përbashkët, ka dhe minoritet. Kuptove logjikën. Gjithë pjesa. Avokat, a shfuqizohen këto gjëra para qeveria se me amerikanët s'bën shaka thot. Para qeveria shfuqizohen gjithë këto gjëra, gjithë këto ligje që po. Pora qeveria, ne do vëmë kushte për shfuqizimin e këtyre sepse Ku qeverisë teknike që do na sjellën për këtë? jo, qeveria s'e ka në dorë, thjesht son propozim, ka parlament. E ka dhe gjykata kushtetuese. Por në mendimin tim, rruga më e shpejtë do të ishte që ata deputet që të jenë në parlament të kenë aq shumë frikë nga protestuesit sa të votojnë për t'i shfuqizuar. Kupton ti para Ramën? Ata me Ramën dhe sa të terrorizuar, po duhet dhe Ramën aty. Ta vjesin gjak. E pa që ishin anonim gjithë këtë kënga. As i di kush ishin, as ja u di emrat njëri. Rrëmbëthi. Ha nuk bëri marrëveshje me Toni Blair dhe i vodhi doganat e Shqipërisë dhe pastaj tha dola me humbje. Doganat e Shqipërisë me humbje? O vlla, pse bëni pyetje kaq se të segmentuara? Bëjmë një pyetje të përgjithshme bashkë. Po, prandaj po them. Që në 2013, në 23 tetor, unë shkrua një marrëveshje me një çufo nga Venezuela quhet Ricardo Hausmann, me një çufo nga Greqia quhet Sokrates Kokalis, me një çufo nga Amerikë quhet George Soros, me një baba çufoje që është Edi Rama, në të cilën u shkrua tekstualisht si do shpopullojmë Shqipërinë për ta zvendësuar
me kolonët izraelit dhe me sklavët e tyre nga India dhe Filipinet. Pikërisht me këto dy shtete. Sepse këto dy shtete kanë shërbëtor që quhen friendly me Izraelin. Pra sklever misor, që nuk i urrejnë izraelitët. Indianët dhe Filipinasit. Për ato që thashëm pak më lart për sa përket unë jam emigrant dhe e kisha mbyllur me Shqipërinë, thot, vetëm protesta më ktheu dhe para se të shkoja tek plaka i erdha në protestë. Punë e Zotit valla. Të lutem pyet avokatin se si mund të votoj Agroni diçka që nuk mund ta lexoj dhe pse nxorë nga dhoma ashtu kur do votoj pas pak orë gjithsesi thot. Se si idiot. Se ke presush për gjitha që kanë qef Agronin. Një nga gjërat që kemi mësuar më shumë në këtë botë është se njerëzit kanë qef sa njerëz kanë qef sa njerëz, edhe pse mund të jenë mediokër. Sepse nuk kanë pretendime për më shumë. Unë mendoj që Agroni është një politikan mediokër. Ka njerëz që mendojnë që politikan i Zot. Dhe ma mbyllin gojën kur më thonë ti sa vota mori ti, sa mori ai, kuptoj logjikën. Po kjo se preson faktin që është mediokër dhe unë nuk jam mediokër. A mendon avokati se shpejtësia e blerjes së këtyre plane kaq shpejt nga Rama ju ka prish punë dhe ata do të largohen dhe do hakmerren ndaj Ramës duke fundosur. Unë besoj që mesazhi që unë i kam çuar ambasadorit Izraelit publikisht që ti do mash përgjegjësi para Izraelit për gjithë antisemitizëm në thonjza që e quani ju, që ke krijuar në Shqipëri bashkë me Ramën, ti do jesh politikane më dështuar e Izraelit. Ti si ambasadore këtu do të mbyllësh karrierën në Shqipëri, do dështosh totalisht, sepse ti bashkë me Ramën bëre gjëra që të cilat Shqipëria si kishte imagjinuar kur njerëz do i mbiten mend për Izraelin apo për izraelitët. E keni pasur çfarë mendojnë shqiptarët sot për këtë? Ju thellni thjesht Gaza. Unë jam friksuar shqiptarët, e pa që do kthehej Shqipëria nga Gaza në përkatëse me ju. Dhe ti me Ramën e gatove këtë çorb, madje dha flamurin e Izraelit ke bulevardi. Po të merrove dhe e hoqe pastaj. Kur ne denoncuam që kishte vënë për provokim. Ato falsifikatet e dimnë, të vika të griska flamurin ty ka ambasada, me 100 kamera sigurie rruga dhe nuk e gjeke kush e ka bërë. Falsifikat. Dhe ajo që është më e rëndësishme, të gjitha këto gjonat që Rama po ja afron si dhurata e Izraelit që janë djesa dhe gjaku dhe jeta jon, ti dakord, pa vramenin se çfarë reaksioni prodhon ke populli jon kjo gjë. Krejtë ka marrë fund, Shqipëri do merr fund. Pse? Do mash përgjithësinë Izrael. Në 70 vjet jeni krenuar me popullin ton, apo jo me besën e me kështu gjojnash. Pa të besën që thoshit ju, që e vodhi Rama, që e përdor si gjuhë subliminale për të thënë juve që ja e vetmja gjë që më ka ngelur është juve. Keni bo domet mëdhoja se keni thonë gjithve që shqiptarët i duam dhe na duan. Jam muslimanët shqiptarë që na shpëtuan. Ku keni pa ju protesta si këto tonat me gjithë botën? Se tjerët kanë dalë për Palestinë dhe po dalin për vete. Shkaku jeni ju. Shkaku është Rama, Sorosi, po jeni pjesë e këtij shkaku. E kuptoni çka keni bo ju raportit tuaj me botën kur flisni për Shqipërinë. Punë të Zotit. Avokat, dhe sikur të bie Rama, ka mundësi të vi dikush që të vazhdojë agjendën e tij të shpopullimit thotë? Protesta qytetare nuk është protestë, ta shpjegojmë pak. Nuk është thjesht lëvizje. Është për herë të parë krimi i institucionit të përgjegjësisë qytetare në Shqipëri. Protesta është krimi i ndërgjegjes kombëtare, por mbi gjithë ndërgjegjes qytetare. Protesta ka rritur kaq shumë pjacën e shpirtit kritik qytetar shqiptar. Sa kjo dukej ke komisariati numër 1 sot ku isha me Altinin, me Vilsonin, me Graciano, me Shpendin, e shumë tjerë miqtan, Mando Vrushin e tjerë, momentin kur dalin 3 profesorë avokatit popullit. E thënë për ta si gjithë avokati Ramës. Ishte edhe sot. E kupton se është rrit përgjithshmëria jon, qytetarë pritshmërive që kemi. Nuk do guxoj kush ndonjëherë ta mendoj se do iki pa pasoja çdo veprim i tij. Kini parasysh që avokati popullit për 1-2 muaj protest ka marrë fund e zdelegjitimut totalisht. Avokati Ramës, është delegjitimu totalisht nga kjo protest.